Ushtrimi 1. Rrënjëzimi. Ky ushtrim rrënjëzimi mund të të ndihmojë të gjesh sërish kontaktin me maman tokë dhe me realitetin konkret të trupit. Bëje këtë ushtrim rrënjëzimi sa herë që të ndihesh e zbrazët, e humbur, e lodhur, ose aq herë sa të kesh nevojë. Fike ose vëre në heshtje telefonin dhe sigurohu që askush të mos të shqetësoj gjatë gjithë kohëzgjatjes së ushtrimit. Të marrësh këtë kohë për veten është një veprim dashurie ndaj vetes. Ulu në një karrige me shtyllën kurrizore drejt dhe të relaksuar. Hiq këpucët dhe sigurohu që këmbët t'i kesh në të ngrohtë. Mbaj shpatullat drejt dhe mbrapa. Mbaj shputët e këmbëve në kontakt të plot me dyshemen, ose më mirë akoma, nëse është e mundur, me tokën. Tani mbyll syt. Nëse preferon, mund t'i lësh dhe hapur. Merr disa frymarrje të thella. Zbraz plotësisht mushkrit dhe barkun. Pastaj mbushi me ajër me ngadalë. Vazhdo kështu për pak çaste. Tani ndjej se si pesha e trupit tënd mbështetet mbi karrige. Vëzhgo se si karrigja mban peshën e trupit tënd. Dyshemeja poshtë teje mban peshën e karriges dhe trupit tënd. Toka nën dysheme mban të gjithë këtë peshën e dyshemes, të karriges dhe të trupit tënd. Nëse je në një ndërtesë, dije që toka mban edhe peshën e të gjithë ndërtesës. Dhe e bën këtë edhe kur ti nuk e ke mendjen aty dhe kur je e zënë duke bërë gjëra të tjera. Shi nëse mund t'ja lëshosh peshën tënde plotësisht karriges poshtë teje, dyshemes, tokës. Thjesht lejoje trupin të mbështetet. Relaksohu dhe lejoje veten të të mbajnë dhe të të suportojnë. Nëse dëshiron, mbështetu edhe me shpinë në karrige apo në një mur. Lejoje veten që të jesh e mbajtur dhe e suportuar. Hape veten për të ndjerë stabilitetin e tokës poshtë teje, që mban peshën tënde pa të kërkuar asgjë në këmbim. Hape veten për të ndjerë dashurinë që toka ka për ty. Thjesht për faktin që ti ekziston, sepse je një nga bijat e saj.
Kjo është arsyeja pse quhet Mama Tokë. Thjesht lejoje veten që të jesh e mbajtur dhe e suportuar. Jepi vetes leje që të marrësh. Vazhdo në këtë mënyrë për sa kohë që do dhe ke nevojë. Në fund, nëse do, falenderoje brenda teje tokën në heshtje për mbështetjen që të ka dhënë dhe që do të vazhdojë të japë. Kudo që ti të jesh dhe çfarëdo gjëje të jesh duke bërë.